Temperaturat e ulta dhe ngricat e këtyre ditëve kanë shkaktuar qarjen e tubave të ujrave të zeza në një pallat të ri tek aneksi sportiv. Si pasojë, disa familje janë përballur me shpërthim të ujrave të zeza dhe të bardha në ambientet e brendshme duke shkaktuar dëm me materiale të orendive dhe pjesëve të tjera të shtëpive të tyre. Ndërkohë që ngadosi brenda dhe jashtë shtëpive, vendi është imbuluar me ujëra të zeza, duke përhapur edhe një erë të padurueshme. Duket se shkaki i kësaj situate ka qenë edhe sipas banorëve cilësia e dobët e sistemit të ujrave të zeza. Gjatë ditëve të ngricave, praktikisht lidhjet janë bërë nga pallati, nga administratori, me tubacione jashtë të ujrave të zeza, me të ftohtin e ditëve të fundit, kanë ngrirë komplet derdhet e ujrave të zeza, dhe si rezultati i tyre dhe i ngricës që ka bërë këtë ditë, arritën ujrat e zeza deri në katin ku jemi, në katin e dytë. Të gjithë ujrat e zezave në hyrjen e vllajt tim dhe të gjithë komshive në këtë kat. Katin e dytë. Tu ka dëmtime materiale. Tu ka dëmtime materiale dhe kostoja është goxha e madhe. Tu ka plasur ujrat e zeza, se ujët e pishëm këtu neve nuk banojmë edhe nuk kemi ujët e pishëm, nuk konsumojmë. Ujrat e zeza kanë plasur këtu komplet tërë. Ç'është shkati këtu komplet? Jo vetëm unë. Nuk e diu çka ka bërë, dalje nuk e diu, nuk kemi informuar atë Martinin, nuk ka ardhur akoma. Për moment, po, administratori do vi. Ja ku të trinjtë atje. Dëmi këtu te ju është material. Material, ja, tapeti, divanët, kundër bufeja. Sot shtati u interesuar për këtë problem edhe pranë firmës e cila ka bërë ndërtimin e pallatit. Pas kërkesës tonë, administratorët e firmës premtuan se do të marrin masa për zgjidhjen e kësaj problematike, ndërkohë që ende mbetet e paqartë se kush do të bëjë zhdëmtimin e dëmeve tek banorët të cilët kërcënuan se do të padisin firmën në gjykatë.